Doktor Berisha, ti i ke dhënë provat për Shqipërinë. Ti je një burr zotëri dhe unë kam fatin e madh në jetën time që të kam dëgjuar ty. Unë frymëzimin më të madh i ma ke dhënë moshën 6-7 vjeçare. Unë kisha dëshirë, doktor Berisha, që të shikoja televizor. Jam rritur në Laprak, thash. Kam ardhur 1 vjeç nga kampi i internimit. Por gjyshi im dhe babai im dëgjonin lajmet me shumë furi, me shumë entuziazëm, sepse ishte një situatë shumë e vështirë. Ndërsa ti si Luane, si Vigan, i Turesh e Gamozruqit, Skënder Gjenushit, Spartak Braoshet, gjithë kriminalëve të komunizmit. Ti je një burr shtetas, Sali Berisha. Dhe unë kur sa t'jem gjallë, kur nuk do ta ndal frymëzimin për ty. Unë falenderoj shumë. Deri në fund jetës time unë do jem mbështetës jot. Shumë njerëz ma presin rrugën dhe më thonë, akoma me atë ti? Po, akoma me këtë, sepse ky është një njeri që është i vetmi njeri që mund t'i dali përballë kësaj klike, këtyre kriminalëve që po i pinë gjakun shqiptarëve. Nuk ja kam besën dhe nuk ja kam besimin dhe shpresën askujt më shumë se sa ti. Të dua shumë, Sali Berisha, të dua më shumë se babain tim. Shumë faleminderit. Faleminderit. Pyetje të fundit, më duket zotëria atje. Ka. Atëherë smi mbrëma gjithëve. Ju përshëndetje doktor Berisha. Kam 3 pika për mendimin tim deri tani. Domethënë kam rindërtimin, sepse unë nuk jam banor i këtushëm, jam i Marika i Vorë. Jam akoma me qera që papaguj ka 4 vjet, 5 vjet do të kisha bo 2-3 shtëpia. Me qeran që papaguj, ndërkohë që as bonusin nuk ma japin dot. E dyta, Partia Demokratike ka një rrjedhje, doktor Berisha, ka një rrjedhje në vetvete dhe a ka mundësi në statutin e Partisë Demokratike, nëse me votat e tona votohet një deputet, a ka mundësi që në statut ky deputet mos shkojë në një parti tjetër, ose jep dore që ku t'i gjonë le zëvendësot me deputetin e radhës. Dhe e fundit, ajo që shkruhet foltore aty të bot revoltore. Ka që kisha. Të përshëndes, doktor, je i papam. Ju siguroj që ne rinërtimi vuën për shkak të vjedhjeve, të fondeve, të përdorimit, të keq shfrytëzimit, ju e morët vesh kush i fitonte tendrat në Tiranë. Drejtorat si bandë, fitonin tendrat dhe punët ja u ngarkonin tjerë për vetëm në rinë parat. Drejtorat, Erion Veliz dhe Erion Veliaj, parat tuaja, parat për infrastrukturën tuaj, parat për furnizim për ujnë, për infrastrukturën, i kështronin hotele dhe vila për vetë të tyre, në punësime, e pa imaginueshme numri punëtorëve që kanë, dhe që i pjesë të tyre mirë janë në emigracion dhe së janë farë në Shqipëri. Kështu që kjo merë fund dhe fondet do të kthehen në destinacionin e tyre. Nuk është se ka një moment këtu, krahasoni pak, edhe përdorni, ne kemi disponuar në 8 vite 30 miliard euro. Kemi dyfishuar rrogat dhe pensionet, kemi ndërtuar 11.000 kilometra rrugë, kemi ndërtuar 1.300 shkolla dhe kopshte, kanë disponuar në 12 vite 67 miliard euro se i kanë dyfishuar taksat. Çfarë kanë ndërtuar? Ku janë? Ku janë? Janë vjedh. Ndaj dhe
duhet të dalim sa më shpejt, duhet të rrëzojmë sa më shpejt këtë regjim. Dhe ju siguroj se atër do kuptojnë mirë shqiptarë se çfarë ka ndodhur me ta 12 vite. Cili do jetë ndryshimi i jashtëzakonshëm, por duhet t'u japim vendin këtyre. Faleminderit. Shpëtimin e fundit Në brama. Blet Marku. Atëherë jam Blet Marku, antar i kryesisë së Partisë Demokratike Dega 11. Mirë se erdhët në Laprak, dikur bastion i Partisë Demokratike, por narko eurot e kam plasaritur disi edhe këtë bastion, siç ndodhi në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. Në fakt, doktor, ju keni lajmëruar një protestë me datë 24 janar, një protestë kombëtare, e cila do jetë permanente deri në rrëzimin e Ramës, Ramaduros, do përballemi me një narkoshtet. Sigurisht, kryeministri nuk do që ta lëshoj pushtetin, sepse e di shumë mirë se çfarë ndodh nesërmen. Kryeministri e ka vëllain të përfshirë në laboratorin e Xibrakës. Ka bashkëshortën të Akshi, ka baxhanakun po prap të Akshi, ka vajzën, thjeshtrën tek ekoparku. Ndaj, zoti Rama e di mjaft mirë që në momentin që zbret nga pushteti, pas 4 orësh, ai do përballet me drejtësinë dhe vendin e ka askund tjetër për vetëm në burg. Ndaj, me datë 24 janar ju keni lajmëruar protest. Çfarë do ndodh me datë 25 janar? Dhe është mjaft e do jetë një betejë e fundit dhe do jetë një betejë, një përballje opozit kundër narkoshtetit. Dhe sa vendosur është Partia Demokratike në këto kushte për të shkuar deri në fund kësaj betejë që normalisht do ngrenë këmbë çdo demokrat, çdo shqiptar për të sjellë nesër një shpresë. Faleminderit. Ne sot faleminderit shumë për ndërhyrjen dhe pyetjen e fjalë tuaja, zoti Marku. Ne sot jemi po aq të vendosur sa që ishim në 91-shin, sa që kemi qenë në 2001-shin, në rrethana që nuk kemi dëshruar, ne kemi dalë me motor ja vdekje ja liri. Me këte nuk kemi patur normen rrëmbimin e armëve, por vendosmërin tonë gjerë në fund. Dhe ne kësaj here, vendosmërin e kemi absolute. Jemi, do me thamë, ekzistenca e opozitës në Shqipëri varet nga fitoria jonë. Dhe ne do e fitojmë këtë betejë. Edi Rama nuk ka legjitimitet as një orë të qëndrojë në pushtet. Të dashur miq, se ju jeni njerëz politik. Një qeveri legjitime nuk rëzohet, e don apo se don nuk rëzon, po t'jesh demokrat. Një qeveri që del nga zgjedhjet e lira nuk rëzon, gjersa të vinë zgjedhjet tjera. Por një qeveri që del nga farës elektorale, një qeveri që vjedh qytetarët nga mëngjes gjerëndark, ajo rëzohet 1 minutë më parë dhe nuk pranohet kur. Kjo është e vërteta. Ja u them unë ju këtu. Në betejën tonë kundër ti, do kemi bekimin e mbar njerëzve të lirë në Europë dhe në botë. Një kryeministër që dhunon në mënyrën më flagrante zgjedhjet. Një kryeministër që guxon të përdor imunitetin si mburoj për vjedhjet e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij, është 100 herë i paligjshëm dhe ne duhet ta nxjerrim atë nga pushteti 1 minutë më parë. Faleminderit.
Faleminderit shumë Blendi. për prezencën, diskutimet tuaja. Shihemi nesër në foltoren e kombinatit. Miru pafshi.